Horoskopi ditor, 13 nëntor 2025, dashi, sot, në mëngjes duket se problemet që të shqetësojnë shfaqen më qartë se zakonisht. Ka një tendencë të nxitosh, të përpiqesh të bësh shumë gjëra në një kohë të shkurtër, ose të ndihesh i tensionuar nga presionet e jashtme. Mund të jetë e vështirë të fokusohesh kur zemra të tërheq mes dëshirës për përvoja të reja dhe nevojës për të rregulluar detajet që s'duhet të lihen pas dore. Më e mençur është të rregullosh gjërat e përditshme dhe të vendosësh rend përpara se të nisësh projekte më të mëdha. Ndërkohë që dita avancon, kjo qasje të duket më e pranueshme dhe natyra jote aventure nxitet më shumë se zakonisht. Marsi, planeti yt sundues, vazhdon të kalojë në shtëpinë tënde të nëntë deri në mes të dhjetorit, duke të ndezur pasionin për idetë e reja dhe debatet filozofike apo çështjet ligjore. Sot ndihesh më spontan dhe i guximshëm. Energjia jote të bën të ndihesh i gatshëm për të provuar gjëra të reja, për të sfiduar vetveten fizikisht apo mendërisht dhe për të ndarë mendimet dhe opinionet e tua me botën. Rutinat zakonisht të lodhin, por hëna e sotme të këshillon të mbash një këmbë në tokë, përqendrohu, por mos e humb kontaktin me realitetin. Në thelb, është një ditë entuziaste dhe e energjizuar, kur kanalizon zjarrin tënd të brendshëm me maturi. Mund të arrish shumë, si në botën e mendjes, ashtu edhe në përvojat e reja. Demi, sot i vendos më shumë energji se zakonisht në krijimet e tua dhe mënyrën se si shpreh veten. Një tension i lehtë në jetën shoqërore ose romantike mund të shtyjë të gjesh zgjidhje dhe të arrish përfundimet që ke shtyrë më parë. Në mëngjes, një katror midis hënës dhe bashkimit Merkur-Marsi mund të bëjë të ndihesh i ndarë mes detyrimeve dhe dëshirës për pak kohë të lirë. Mund të ndihesh i pasigurt nëse duhet të besosh dikë ose të dyshosh motivet e tyre. Marsi ka ndezur së fundmi fushën e intimitetit tënd dhe njerëzit apo projektet e veçanta kanë një ndikim më të madh mbi ty se sa zakonisht. Kjo është gjithashtu një periudhë e favorshme për të kërkuar mbështetje ose hua. Por kujdes me borxhet që mund të dalin përpara mes dhjetorit. Në jetën intime, situatat mund të nxehen, por hëna e sotme të sugjeron të kesh një qetësi më të madhe dhe të mos nxitohesh. Ky cikël i Marsit është strategjik, privat dhe i thellë, një kohë për të kuptuar dëshirat e tua më në thelb. Mund të dalin tensione të fshehta, lojra pushteti ose ndjenja të forta, por nëse arrin të reflektosh dhe të bësh pastrim emocional, ndryshimet që do të ndodhin do jenë të mrekullueshme. Ndërsa dita avancon, emocionet e tua bëhen më të qarta dhe është më e lehtë të shijosh momentin, pa u ndarë midis shumë shqetësimeve. Sot është një ditë për të kuptuar vetveten më thellë dhe për të vendosur prioritete të qarta në çfarë të shërben dhe çfarë nuk të shërben në jetën tënde. Binjakët, sot hëna të tërheq më shumë drejt komoditetit dhe familjaritetit, ndjen nevojën të kujdesesh për emocionet e tua dhe të rimarrësh energji. Mund të jesh i tërhequr nga ndjenja të reja dhe ide që zgjojnë kuriozitetin, si dhe të përqendrohesh në përmirësime, ndryshime ose rregullime në jetën e përditshme dhe hapësirën tënde të brendshme. Në mëngjes, një katror midis hënës dhe bashkimit Merkur-Mars mund të sjellë frustrime, veçanërisht në marrëdhëniet me partnerin ose dikë të veçantë. Por kjo ndjenje e pakënaqësisë mund të jetë një shtysë pozitive për të rregulluar situata që kanë ngecur dhe për të bërë përparim. Ndërsa dita avancon, gjërat fillojnë të vendosen në rrugën e duhur. Marsi ka qenë në shenjën tënde të kundërt që nga data 4 dhe do të vazhdojë aty deri në mes të dhjetorit, duke sjellë një ndjesi konkurruese në marrëdhënie. Por ky cikël është i shkëlqyer për të zgjidhur mosmarrëveshje, për të marrë kontrollin mbi çështjet e ngecura dhe për të qartësuar hapësirën tënde personale. Ka shumë aktivitet në jetën sociale dhe marrëdhëniet, dhe njerëzit përreth teje shpesh të nxisin të veprosh ose të ecësh përpara. Sot mëson shumë për vetveten, dëshirat dhe motivimet e tua, dhe kjo ditë të fton të marrësh vendime me qëllim, duke përdorur energjinë e fortë që vjen nga ndërveprimet dhe përvojat me të tjerët. Gaforja, sot hëna të bën të ndihesh më mendërisht të zënë, mendja nuk pushon dhe ka shumë gjëra për të shqyrtuar. Edhe pse Mërkuri është retrograd, kjo është një ditë e mirë për projekte që kërkojnë komunikim, studim apo të mësuarit e diçkaje të re. Në mëngjes, një konflikt midis hënës,
Mërkurit dhe Marsit mund të japë ndjesinë se energjia jote është ndarë mes përgjegjësive dhe dëshirave personale. Mund të duket të çrregull dhe e mbingarkuar nëse përpiqesh të bësh shumë gjëra njëherësh. Përdore këtë energji për të fokusuar përparësitë dhe lëre anash gjërat që mund të presin, kështu do të arrish rezultate më të mira. Marsi ka qenë që nga 4 në sektorin tënd të punës dhe shëndetit dhe do të vazhdojë aty deri në mes të dhjetorit, duke të motivuar të marrësh kontrollin mbi rutinën dhe përditshmërinë. Nëse ke menduar të përmirësosh zakonet, të nisësh programe të reja për shëndet ose të rregullosh detyrat e punës, ky është momenti për veprim. Çështjet ekzistuese mund të intensifikohen, por ato të shtyn të marrësh iniciativën dhe të vendosësh gjërat në vend. Çelësi i suksesit sot është të gjesh ritmin e duhur, mos u nxito, mos u mbingarko, dhe përdore energjinë tënde mendore për të përparuar me qetësi dhe qëllim. Luani, sot në mëngjes mund të ndihesh sikur ka shumë pengesa për të përballur, qoftë për shkak se gjithçka rrotullohet rreth teje, qoftë për shkak të frikës se po humb diçka. Ka tendencë të nxitesh dhe të mos kesh durim për të përmbushur nevojat dhe dëshirat e tua, prandaj kujdes me vendimet impulsive. Kjo është një ditë e mirë për të gjetur mënyra alternative për të bërë jetën më të rehatshme dhe të kënaqshme. Edhe nëse kjo do të thotë të dalësh pak jashtë zonës tënde të rehatisë për të siguruar diçka më afatgjallë. Marsi ka qenë që nga 4 në shtëpinë tënde të 5, duke ndezur dëshirën për lojë, spontaneitet dhe rekreacion. Deri në mes të dhjetorit, kjo energji të bën më të motivuar dhe të entuziazmuar për të shprehur veten kreativisht, duke investuar më shumë energji në kënaqësi dhe argëtim, ndërsa dita avancon. Situatat bëhen më të qarta dhe është më e lehtë të arrish një kompromis. Sot është një ditë për të ekuilibruar dëshirat me realitetin, duke gjetur mënyra kreative për të shijuar jetën pa nxituar ose stresuar veten. Birgjëresha, sot hëna qëndron në shenjën tënde gjatë gjithë ditës, duke të vënë në qendër të vëmendjes dhe duke zgjuar një mori ndjenjash. Ata që nuk të njohin mirë mund të shohin më të mirën tek ti, ndërsa ata që të njohin më mirë mund të ndjejnë anët e tua më të vështira, edhe pse dëshiron të përqendrohesh tek planet e tua dhe të gjesh pak kohë vetëm për veten. Mendja mund të shpërqendrohet, veçanërisht në çështje që lidhen me shtëpinë dhe familjen në mëngjes. Për të arritur të fokusohesh tek ajo që ka rëndësi, do të duhet të largosh shpërqendrimet dhe ndoshta të fikësh pak mendjen, një sfidë e vogël për sot. Marsi ka qenë që nga data 4 në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes dhe do të qëndrojë aty deri në mes të dhjetorit, duke shtuar aktivitet dhe her pas here tension në jetën familjare. Kjo është një kohë për të qenë proaktive, për të komunikuar hapur dhe për të parandaluar që tensionet të grumbullohen brenda ose në shtëpi. Sot je veçanërisht mbrojtës ndaj të tjerëve dhe vetes. Dhe kjo energji të ndihmon të marrësh iniciativa për të përmirësuar situatat dhe për të ruajtur harmoninë në ambientin tënd. Është një ditë për të balancuar nevojën për qetësi personale me përgjegjësitë dhe emocionet që dalin nga marrëdhëniet familjare. Peshorja, sot hëna të nxjerr më shumë nën sipërfaqe se sa duket. Mund të mbash disa pjesë të brendshme të vetes për vete, duke u bërë më e vështirë për të arritur nga të tjerët, që të kesh hapësirën për të rikontrolluar dhe riorientuar vetveten. Në mëngjes mund të jetë e vështirë të relaksohesh dhe të fikësh mendjen, por kjo është e rëndësishme, teksa mendon pa pushim, shpesh ndjek një rrugë pa kuptim, ndërsa dita avancon, do të jetë më e lehtë të qetësohesh dhe të relaksohesh. Që nga data 4, Marsi po kalon në sektorin tënd të komunikimit, duke ndezur mendjen dhe energjinë tënde deri në mes të dhjetorit. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të eksploruar interesat e veçanta. Për të mësuar diçka të re ose për të përparuar në projekte që kërkojnë fokus dhe pasion. Mars në harmoni me shenjën tënde tërheq energji të qëndrueshme dhe një rrjedhë të mirë të aktiviteteve, duke të ndihmuar të realizosh më shumë gjëra me entuziazëm dhe energji. Sot është një ditë për të përdorur fuqinë mendore dhe fokusin e brendshëm për të përparuar pa nxitim, duke gjetur balancën mes qetësisë dhe veprimin. Akrepi, sot hëna të fton të distancohesh pak nga njerëzit dhe situatat që kanë shtuar stres ose presion në jetën tënde së fundmi.
Edhe pse Mërkuri është retrograd, marrëdhëniet mund të ecin më lehtë dhe me një rrjedhë të këndshme, veçanërisht kur e lejon veten të qetësohesh. Në mëngjes, një katror midis hënës, Mërkurit dhe Marsit mund të bëjë të ndihesh i bllokuar në ndjekjen e disa dëshirave. Hëna sot ndes nevojën për të lëshuar presionin dhe për të relaksuar, por kujtesa për një shpenzim, shqetësime financiare, ose ndjenja se po humb diçka mund të prish këtë qetësi. Mendohu për financat e tua dhe si mund të bësh ndryshime të dobishme që të çlirojnë nga ankthi. Është më mirë të ruash energjinë dhe të mos nxitohesh derisa të ndihesh gati për të vepruar me plot fuqi. Marsi ka qenë që nga data 4 në shtëpinë tënde të dytë, duke ndezur dëshirën për të ndjekur qëllimet financiare, por gjithashtu duhet të kesh kujdes me tendencën për blerje impulsive. Sot është një ditë për të ekuilibruar nevojën për të vepruar me mençurinë për të kursyer energji dhe për të përgatitur terrenin për hapa më të sigurt dhe më të qëllimshëm në drejtim të stabilitetit dhe sigurisë. Shigjetari, sot hëna të bën të ndihesh më i motivuar për të ndjekur qëllimet e tua dhe për të arritur diçka të rëndësishme. Ndjenja për të përmbushur një detyrë ose për të realizuar një projekt është në qendër të vëmendjes, por në mëngjes mund të ndihesh i shpërqendruar, duke u përpjekur të kuptosh ku t'i drejtosh energjitë që nga 4. Marsi ndodhet në shenjën tënde, duke të shtyrë të eksplorosh, të afirmosh pavarësinë tënde dhe të marrësh iniciativa. Sot, gjetja e ekuilibrit midis detyrave dhe dëshirës për liri është çelësi për të ndjerë progres dhe qetësi. Në marrëdhënie dhe komunikim, mund të jetë më e lehtë të arrish harmoninë me miqt ose të gjesh dakordsi. Por ndonjëherë mund të ndihesh i bllokuar dhe jo plotësisht i sigurt nëse dëshiron të nisësh diçka të re. Sot është një ditë për të reflektuar, për të balancuar energjitë dhe për të vepruar me qëllim, duke mos u nxituar për vendime impulsive. Britsjapi, sot hëna ndez instinktet e tua për të eksploruar, zbuluar dhe pyetur, ndihesh i prirur të dalësh nga një situatë që të ka ndjerë të kufizuar. Në mëngjes mund të ketë pak tension dhe tendencë për reagime të nxituara ose fjalë të pakontrolluara, prandaj kujdes me komunikimin dhe mos e mbingarko veten duke bërë shumë gjëra njëherësh. Koha për pushim është e rëndësishme këto ditë, veçanërisht me Marsin në sektorin tënd të privatësisë, por gjithashtu ke nevojë për një ritëm të ndryshëm, diçka që të angazhojë mendjen dhe të rigjallërojë shpirtin. Ky cikël i Marsit ka filluar më 4 dhe do të vazhdojë deri në mes të dhjetorit. Duke të tërhequr vëmendjen drejt zonave të pakënaqësisë dhe mundësive për veprime të strategjizuara pas skenave, energjia mund të duket më e ulët dhe kjo është një kohë për riorganizim dhe rishikim. Megjithatë, veprimet që bën tani dhe në javët e ardhshme do të ndihmojnë të hapësh rrugën për të ardhmen. Sot është një ditë për të reflektuar, për të planifikuar dhe për të vepruar me kujdes dhe qëllim në çështje private dhe të fshehta. Ujori, sot hëna ndodhet në sektorin tënd të intimitetit, duke e bërë këtë një ditë të rëndësishme për vetë zbulim. Po krijon lidhje me vlerë dhe po kupton më mirë dëshirat dhe motivimet e tua më të thella. Fokusin e ke tek emocionet, lidhjet e ngushta, ëndrat dhe bota jote e brendshme. Në mëngjes mund të ndodhin tensione nëse shfaqet një situatë që të bën të ndihesh i pasigurt ose i detyruar të plotësosh boshllëqe. Është normale të mbrosh pak ndjenjat e tua, por shmangar vendime të nxituara. Mund të jetë e nevojshme të grumbullosh energjinë dhe të mendosh me kujdes para se të nisësh projekte të rëndësishme, që nga 4, Marsi ndodhet në sektorin tënd shoqëror dhe do të qëndrojë deri në mes të dhjetorit, duke stimuluar dëshirën për të organizuar dhe drejtuar projekte ambicioze. Pjesëmarrja më e madhe me miqt dhe grupet mund të të japë energji dhe motivim shtesë. Peshqit, sot hëna të bën të ndihesh i prirur të gjesh ekuilibrin dhe të ruash paqen. Në mëngjes mund të jetë sfiduese dhe lodhëse të arrish një kompromis, dhe në këtë rast mund të jetë më mirë të ndryshosh fokusin. Ndihesh i mbingarkuar nga çështjet profesionale ose përgjegjësitë, por gjithsesi ke vështirësi të tërhiqesh nga to, ndërsa dita avancon, ndjen një lëvizje të përparuar dhe një ndjesi të mirë për progres. Fokusi fort sot është balanca mes pavarësisë dhe bashkëpunimit me të tjerët.
Marsi ka qenë që nga 4 në shtëpinë tënde të 10 dhe do të qëndrojë aty deri në mes të dhjetorit. Ky cikël mund të mos vijë gjithmonë rrjedhshëm, por shtysa e tij mund të jetë pikërisht ajo që të duhet. Me Marsin që mbikëqyr sektorin tënd të ardhurave, besimi në vlerën tënde mund të shtyjë drejt të ardhurave që pasqyrojnë këtë, duke sjellë mundësi të reja financiare ose kulmin e një periudhe fitimpruese. Organizimi i kohës është i domosdoshëm, ndërsa vendosmëria dhe përqendrimi ndaj qëllimeve dhe projekteve mund të sjellin rezultate të dukshme dhe përfitime reale.